fokusi ju ka qenë që këta kemë bëhet mund për zhëran. Në përzhëronin e Roma Vdylit, në përzhëronin e Hamdi Kurteshit, në përzhëronin e Islam Pirës, në përzhëronin e Halil Ali Devas, në përzhëronin e Mehdi Korroni, dhe të tjerëve. Cilët është atë shumë e deshën djeri në Kosovës dhe për cilën punua më shumë. Natyrisht, nuk e zgjellëm rastisht përzhëronin nga se shkolla e poshtë Shqipe u themelua mund përzhëron. Andaj, përzhëroni me rëthin ka dhonë një kontribut dhe është votër intelektualve, udhëhesve, e presve, jo vetëm komunal, po dhe nivel qëndror, ka qenë dhe të tjetë gjithmorë. Fokusit i dëgës, natyrisht, është përzhëran edhe për arsye tjera. Unë se përzhëroni lidhë opsët dhe komunat Ferizaj dhe Gilan, që është për neve jashtëzakonisht e rëndësishme. Ka qenë njëna për bitave kryesore që i dëgëja Dega Vidin e ka fokusu vazhdimisht dhe ka projektu programët zhvillimore që të bëhen barabarësisht edhe në Vitin edhe në Përzhëran. Ne i dim ambiset e Përzhëronit, mandaj LDP është me ju dhe LDP të t'ju përkron ato ambiset se janë legjitime. Përzhëroni e meriton për shkak numrit banorëve, për shkak cilësisë që ka kualitetet, ka numrin më të shkolluar mund të them nga fshatra që ka Kosova. Bashkë me Junikun, bashkë me Zhegrën dhe disa vetëbanimet e tjera, por Përzhëroni prin këtë aspekt. Ka traditën intelektuale dhe njerëz që thashë edhe atletore, por Përzhëroni e ka edhe një cilësi tjetër që do ta themi ne. Tash 23 vite në ndega Përzhëronit është themeluar LDK-s në Përzhëran. Andaj e përkujtoj me pietet gjitha gjenerat që krijoi dhe u rreshtu pranë njerëzve traditës, pranë intelektualve, pranë akademikëve, siç ishte presidenti ynë legjendar Ibrahim Rugova, Femia Gonja e tjerë. Por jemi në Përzhëran, t'ju tregojmë përzhëranësve se akademikët edhe sot po i prinë LDK-s. Në kryet të LDK-s është akademik Isa Mustafa, akademik Hamidi edhe akademik të tjerë, cilët po trashtojnë rrugën e presidentit dhe filozofisë e Ibrahim Rugovës. Andaj kjo filozofi do të vazhdoj të rrugtoj me LDK-n edhe me juve. Unë e di që ju dëshironi diçka t'ju them edhe për rrjedhët aktuale në degën tonë. Po ja përmendni vetëm një fakt për me tregu se ka ndryshuar LDK-ja në Vitin për të mirë, ka ndryshuar bashkë sepse ne jemi bashkuar. Prandaj, ky ndryshim, siç e keni vrejtë edhe ju, ka sjellë edhe rezultatet e pora. Në 32 fshatra, 32 vendbanime që u bën u zgjidhën këshillat e fshatrave në monitorimin e interkoopereshit, ju e dini që 27 i kanë fitu kandidatët e LDK-s në Vitin. Edhe në 5 të tjera mas popullit e kemi 50% të përbërën se këshillet e fshatrit. Ne e dim që jemi ngarkuar me përgjegjësi, por përgjegjësinë dëshirojmë ta morrim. A ka kuptim që ky elektorat, kjo forcë politike në moment Vitin të mos jetë pushtet? Nuk ka kuptim, ju e dini se nuk është pushtet. Andaj, dëshiroj që të mobilizojmë gjithë bashkërisht të ndërtojmë unitetin veprues që na nevojitet dhe të jemi fitues zgjedhjeve të tashme pa kontestueshëm në rundën e parë, pa votuar në Vitin. Në emër të kryesis Degës, në emrin tuaj shpresoj që më lejoni t'i garantoj kryetarit Mustafa fiturën e pakontestueshme zgjedhjetare. Kam shumë për të thënë, kam edhe bashkëpunëtor të me, nën kryetar, kryesia Degës, forumët, për shkak se ne jemi aktiv, jemi partia më organizuar në Vitin. Jemi partia më aktive më organizuar për arsye se nuk dëshirojmë pa merit vit pushtet. Ne dëshirojmë meritojmë pushtetin. Prandaj, për të qeverisur mirë, ne do të organizojmë partjakisht për të organizuar një pushtet mirë, profesional, i cili do të mirët me gjitha aktivitetet, do të mbuloj gjitha sferat, e jo në Përzhëronin ku shkolla e poshtë Shqipe ishte më këtu të shifet kjo shkolla mirë çfarë është sot. Ne do të bëjmë shkolla të mira, do të bëjmë asnjë tjetër. Pasi që është një deri ynë karizmatik, akademik Isa Mustafa këtu prezant, dëshiroj ta ftoj për fjalë se di që më pa dorë me prit në fjalën e tij.
Faleminderit shumë. Dëshiroj të përshëndes gjithë juve. Juve zoti kryetari Degës, kryetari në Degës Pozharamit, gjithë juve pjesëmarrës të titullinit, antarë të pjesë demokratike, veprimtar, simpatizantë të Degës, përfaqësues familjeve të dëshmorëve, edhe familjeve të njohura të Pozharamit edhe të Vitisë, që jeni sot këtu, juve grave të forumit të gruas dhe përfaqësues të forumit të rinis. Edhe t'ju them se jeni të bënë një punë shumë të madhe në Viti dhe në Pozharam. Edhe s'me të gjatë tjetër veç të thëmë se bëni për mojtë fjallë. Jo që ne dyshojmë se se moni fjallën, sepse ne në bindën që Pozharami e mon fjallën, edhe këto fshatra që i gravitojnë të Pozharami e mon fjallën, edhe se qytetarët e Vitisë dhe antarët tonë të Lidhës Demokratike s'kan asnjë arsye për mos me mon fjallën, sepse Lidha Demokratike veritat kthehet edhe ta marrë pushtetin Viti, sepse kemi një organizat të fortë, që nga origjina, që nga koha e presidentit Ibrahim Tugova, e kemë shumë të fortë sot, sepse vetë nga pjesëmarrja juaj këtu, shifet se kemi një përbërje shumë serioze. Kemi një përbërje cila në mënyrën më besnike përfaqëson popullatën e kësaj pjese, e përfaqëson antarësinë, edhe në pikpamje të moshës, edhe në pikpamje të gjinisë, por edhe në pikpamje të përkushtimit shumë të madh përfitore. Dhe unë jam i bindur se ju do të fitoni, edhe ne do të fitojmë bashkarisht, se do ta kthejmë Lidhën Demokratike në pushtet në Viti, edhe pashtu do ta kthejmë Lidhën Demokratike në pushtet në gjitha institucionet qendrore të Republikës Kosovë. Ne kemi arrit të stabilizojmë Lidhën Demokratike, kemi arrit që të kemi një trend të rritjes të antarësisë në Lidhën Demokratike. Ne jemi çdo ditë në teren, në gjitha ditë, edhe në Dragash, edhe në Suarek, edhe në Ravec, edhe në Gjakov, edhe në Pej, edhe në Klim, edhe në Kushtrim, edhe në Kamenic, edhe në Podjel, në Prishtinë, në Lipjan, Ferizaj, gjithë ku kemi arritje të antarësisë, gjithë ku kemi ardhjet njerëzve të rinj DDK, dhe kjo flet se Lidha Demokratike nga një partije nga cila pa të filluar me shku njerëzit, është bërë një parti në cilën po kthehen njerëzit. Kërkush nuk kthehet në një parti, nëse ata nuk konsiderojnë që është parti e fortë, edhe nëse ata nuk konsiderojnë se LDK-ja do të fiton. Vetë fakti që vi njerëzit në LDK flet se LDK-ja ofron perspektivë për ta, LDK-ja është parti në cilën ata besojnë, dhe LDK-ja do t'ju kthen me të mirë besimin antarësisë vetë dhe qytetarëve edhe të Vitisë edhe të Republikës Kosovës. Ne do të fitojmë bashkarisht, por ne pashtu do ta marrim përgjegjësinë që atë fitore që ne realizojmë këtu në Viti, edhe atë fitore që ne realizojmë në Prishtinë, ta bëjmë për të mirën e qytetarëve të Vitisë, të Prishtinës edhe të Republikës Kosovës. Qytetarët me qeverisjen e LDK-s duhet ta keni gjendje shumë më të mirë se sa që i kanë sot. Unë sot këtu s'kam marrë me folë as për LDK-n, as për pushtetin që sot ata ushtrojnë, sepse është një gjë shumë e njohur. Por kam marrë të them se ne do të bëjmë çdo gjë që të qeverisim shumë më mirë se sa që po qeveriset sot Kosova. Ne do të bëjmë çdo gjë që të mbrojmë interesat e Kosovës. Ne kemi përkrahur marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Jo për interes të PDK-s, as për interes të Hashim-Thaçit. Sepse ne konsiderojmë që veri i vendit nuk është pronë e Hashim-Thaçit. Veri i vendit nuk është pronë e Partisë Demokratike. Veri i vendit është pronë e qytetarëve të Republikës Kosovës.
është ma shumë pronë e LDK-s, se sa pronë e PDK-s. Sepse më shumë kemi një antarësi, se sa që ka PDK-i antarësi. Dhe ne nuk heqim dorë nga politika cilat rregullojnë sovranitetin e vendit tonë, edhe të themi se kjo është çështje e një partije, sepse veri i vendit është çështje e Kosovës. Dhe ne do të mundohemi maksimalisht që edhe veri i Kosovës të zgjidhet me ato mjete me cilat ne konsiderojmë që duhet zgjidhet. Ibrahim Rugova ka qenë lideri i parë i cili ka promovuar politikën paqësore, ka promovuar politikën e dialogit. Prandaj ne do ta vazhdojmë atë politikë, edhe në pjesën e verit. Ne nuk na lejon askush që ne të fillojmë luftë në veri. Ne nuk jemi për atë që ne të shkatërrojmë verin e vendit, por jemi për atë që të shfrytëzojmë çdo mundësi që përmes dialogut edhe përmes veprimit politik ta zgjidhim këtë pjesë të problemit që të kemi edhe para cilit ne nuk mund t'i mbyllim sy. Prandaj çdo kush që ka të ndryshe gabon. Sepse është problemi ynë, është problemi gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Është problemi i cili duhet zgjidhet. Ne kemi interes që sovranitetin ta ushtrojmë në veri të vendit. Edhe do të angazhohemi maksimalisht që këtë ta bëjmë. Jo që ta përkrahim qeverinë, jo që të përkrahim koalicionin, por ta përkrahim Kosovën. Sepse kjo është problemi i Kosovës dhe është problemi ynë. Ne vetëm kemi thënë se ne nuk do të angazhohemi drejt për drejtin, delegacione, grupe punuese, sepse është punë e qeverisë. Por asesi që ne do të heqim dorë nga ndikimi ynë politik edhe nga veprimi ynë që zgjidhen problemet që në nivel të vendit. Politika jonë është politikë e mbrojtjes së interesave të vendit. Politika e LDK-s është politikë shtetformuese. Nëse dikush në këtë Kosovë cilësohet me sjellje shtetformuese, ajo është Lidhja Demokratike e Kosovës. Dhe ne do ta mbajmë cilësinë rrugëvjane të LDK-s. Ne do të angazhohemi që zgjedhjet lokale që mbahen këtë vit, unë mendoj se do të mbahen me 3 nëntor. Sepse ajo është data e cila në një formë është harmonizuar që të mbahen në tërë territorin e Republikës Kosovës. Do të jetë zgjedhje të cilat do të tregojnë se organet që dalin nga këto zgjedhje në nivel lokal do të kenë legitimitetin e tyre. Ne ju lusim juve që të punoni edhe të veproni në çdo shtëpi, në çdo derë, në çdo adresë, që njerëzit dalin edhe të votojnë. Ne s'do ta shtyjmë me zor asnjërin që të voton për Lidhjen Demokratike. Por ne do t'i bindim qytetarët tanë, që ata do ta kenë shumë më mirë me Lidhjen Demokratike, do ta kenë shumë më mirë nëse ne kemi një kryetar të mirë të komunës nga Lidhja Demokratike, i cili e lër besimin e ju, besimin e kryesisë të LDK-s këtu, dhe besimin e kryesisë së Lidhjes Demokratike në nivel të vendit, sepse ashtu kemi të rregulluar me statut, dhe ne pastaj do të kërkojmë përgjegjësi nga ai që ai punoi në interesin e qytetarëve të vitit. Por ne do të japim besimin. Unë plotësisht pajtohem me Sokolin që ne do të fitojmë zgjedhjet në rundën e parë. Ne s'kemi çka shkojmë në rundën e dytë sepse jemi shumë të fortë në vitit. Rundi i dytë është më mirë, sa për ata që pinë probleme hinë dhe njerë, dhe këtu s'tot mjerë. Te nuk po thëmë që të pojë qetin, po vërtet, unë kom bindën e plotë që ne kemi arrit të reorganizojnë degën e LDK-s të në viti, ta kemi një antarësi shumë të fort, ta kemi një organizim dhe përkushtim shumë të madh. Prandaj kur e kemi një gjë të tillë, duhet me shfrytëzute. Duhet me shfrytëzu më tregu që jemi të fortë. Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që në zgjedhjet qendrore të veprojmë kështu, që ta kemi një fitore të fortë, me të cilën ne nuk varemi ashtu siç varet tash paqe sot, prej do partnerëve të koalicionit, çdo ditë ja kërkojnë kanë ministrinë të speciale vetë. Sepse me bolla që shtu që janë të keq me po me dalë aty, e rrëzojnë qeverinë për një ditë. Ne nuk jemi të interesuar tash që ta rrëzojnë qeverinë sot, nesër mas nesër. Jo pse kjo qeveri nuk meriton murzu, kjo ka merituar murzu para 1 vite, para 2 viteve. Por jemi të interesuar me do zgjedhje të mira në Kosovë. Me do zgjedhje cilat do të jenë legjitime, cilat do t'i pranojnë qytetarët tanë dhe cilat do t'i pranojnë ndërkombëtarët.
do t'i pranojnë Bashkimin Evropian, do t'i pranojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do t'i pranojnë OSBE, zgjedhjet cilat neve do t'a japin dyert që ne nesër të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Zgjedhjet cilat do t'a japin dyert që nesër ne të çarkullojmë vlerëshëm pa vizë në gjitha Shtetet e Bashkimit Evropian edhe në shtetet e tjera. Sepse ne nuk mund të jetojmë mbyllur vetëm në Kosovë. Ne s'mund të jetojmë pa përkrahjen e vendeve tjera. Ne nuk mund të zhvillohemi ekonomikisht pa vendet tjera. Orientimi ynë themelor, edhe në nivel të komunës, edhe në nivel të Kosovës, do të jetë që ne ta zhvillojmë ekonomikisht Kosovën. Që ne të sigurojmë vende pune për të rinj, edhe për njerëz pa punë, që ne të rrisim pensionin, që ne ta përmirësojmë kvalitetin e arsimit, në mënyrë që fëmia jonë të mos ketë nevojë të shkojë 2 herë në shkollë, por më një herë ta kryejë shkollën si duhet. Të arrijnë dituritë mjaftueshme në mënyrë që ata të jenë barabartë me fëmijët tjerë që janë në Evropë. Këtë mund ta bëjmë, po mund ta bëjmë nëse e marrin besimin e një, besimin e qytetarëve. Ne jemi për atë që në Kosovë ta forcojmë shtetin ligjor, që gjyqësia, prokuroria të jetë pavarur, që kuvendi të jetë pavarur, që qeveria të jetë pavarur. Në mënyrë që qytetarët ta kenë lirinë e plotë, jo në shtet shantazheve si janë sot. Ne nga një herë trishtohemi prej këtij vendi. Trishtohemi prej idesë për shtetin. Parasysh se ky shtet është bërë shtet autoritar, shtet i cili nuk zbaton ligjin, shtet i cili nuk zbaton drejtën, shtet i cili shantazhon shtetarët e vet. Ne nuk dëshirojmë të kemi kështu shtet. Ibrahim Rugova, luftarët e lirisë, dëshmorët tanë, kanë rënë me idenë e tyre me bëni shtet i cili do ta respektojë lirinë e shtetarëve, i cili do ta respektojë fjalën e lirë, i cili do ta respektojë demokracinë dhe i cili do t'i ofrojë shtetarëve të vetë perspektivë. Kjo është obligim i ynë që ta bëjmë ne këtë. Ne nuk do ta kryjmë obligimin tonë ndaj Ibrahim Rugovës, duke lavdruar çdo ditë Ibrahim Rugova. Sepse Ibrahim Rugova është vetë i lavdrueshëm. Por ne do ta kryjmë obligimin ndaj Ibrahim Rugovës, nëse ne fitojmë si lidhje demokratike, nëse ne tregohemi parti e fortë, parti e cila ka besimin e qytetarëve dhe parti e cila do ta zhvillojë idenë rugoviane, do ta zhvillojë demokracinë e këtij vendi dhe do të arrijë që synimet cilat i ka shtruar Ibrahim Rugova me rastin e themelimit të LDK-s dhe shtetit të Kosovës, ato synime ne ti përmbush. Ndryshe, ne nëse vetëm të lavdu vetë të lavdu Ibrahim Rugovën, por ne misionin tonë nuk e kryjmë. Unë për atë që ne ta kryjmë misionin tonë, që ne të punojmë, nëse ne punojmë mirë, ne e rrisim veprën e LDK-s edhe të Ibrahim Rugovës. Nëse ne nuk arrijmë punojmë mirë, ne vetëm mund ta lavdojmë vetëm, por me lavdë askush ka shku përpara. Ne do ta lëmë punën që tjerë na lavdojnë, që qytetarët falenderojnë për punën që bëjnë dhe na të rrugë, atë rrugë po ndjekin dhe atë rrugë do ta ndjekin në matuti. Unë sot nuk jam këtu sot vetëm, zbashku me mua në antarët e kryesisë LDK-s, është i Kajtasis, kryetare forumit të gruas dhe antarë e kryesisë Abdullah Hoti. Antarë e kryesisë e LDK-s, janë 2 kryetarë degëve të LDK-s të Prishtinës, degës 4 dhe degës 2. Kemi ardhur këtu të bashkëbisedojmë, jo që unë t'ju marr fjalën sot, por të marrë edhe mendimin e juaj, të marrë edhe sugjerimet e juaja, të marrë edhe vërejtjet e juaja, sepse ne nuk mund ta zhvillojmë LDK-n nëse ne nuk i trasojmë apo nuk e rrahim rrugën e LDK-s në bazë të asaj se çfarë e don antarësia edhe qytetarët. Ne besimin prej qytetarëve marrim nëse LDK-n orientohet ashtu si ata e dëshirojnë. Natyrisht s'mund t'ja mbushim qetin gjithve, demokracia është vullneti i shumicës. Njohur ai ujt, ajo është demokraci, edhe në këtë aspekt ne do të vazhdojmë edhe të veprojmë edhe në atë. Unë falenderoj shumë, edhe jemi hapur dhe i gatshëm që të marr pjesë në bisedë me ju edhe me bashkëpunëtorët e licit që janë sot së bashku me ne.